Ernest Muçi është kthyer në protagonistin kryesor të klubit të Trabzonsporit në muajt e fundit duke shënuar gola të bukur dhe padyshim të rëndësishëm për ecurinë në kampionat dhe në kupë. Dia i shënoi gol dhe dha asist në fitoren 3-0 të Beşiktaşit ndaj Fethiyesporit në kupë. Goli i tij me një goditje të befasishme në hyrje të zonës bëri xhiron e rrjetit, ndaj sigurisht pas ndeshjes ai u ndal nga gazetarët për të pyetur se cila ishte arsyeja pse ai po kalonte një formë që nuk ishte parë në të kaluarën në klubet e mëparshme. Jam shumë i lumtur që fituam, jam i lumtur dhe me paraqitjen time. Ndihesh mirë kur gjërat shkojnë mirë për skuadrën dhe për mua. Besimi i trajnerit dhe skuadrës tek unë luajti një rol shumë të rëndësishëm në performancën time, ishin fjalët e Muçit pas ndeshjes, duke lënë të kuptohet se qetësia te Trabzonspori e kishte shtyrë të jepte më të mirën. Ernest Muçi ka shënuar super golin e radhës me Trabzonsporin. Futbollisti kombëtarës zhbllokoi ndeshjen në minutën e 69, ndërsa përballë ishte Fethiyespor. Sfida ishte e vlefshme për raundin e tretë të Kupës së Turqisë. Goditja e Muçit përshëndeti rrjetë ndërsa portieri rival mbeti pa lëvizur. Jo vetëm kaq, pasi në minutën e 79 ishte Muçi që asistoi golin e tretë për Trabzonsporin duke mbyllur llogaritë e sfidës. Mesfushori me tipare sulmuese është golshënuesi kryesor për klubin turk në këtë sezon. Në kupë numëron 3 gola dhe 2 asist për 4 ndeshje. Sa i përket kampionatit, është autoritet golave, shifra këto të frikshme ndërsa qëndron i huazuar nga Beşiktaşi. Muçi duket edhe se mbetet lojtari që i mungon kombëtares shqiptare. Trajneri Silvinho preferoi të mos e ftonte për ndeshjet e fundit, ndërsa në vitin 2025 mori minuta vetëm ndaj Letonisë si zëvendësues.